Jam në studio në podcastin e radhës me inxhinierin Azmer Dulevic. Të falenderoj shumë që je pjesë e këtij podcasti. Faleminderit për ftesën, është një kënaqësi dhe ju uroj suksese në këtë nismën e podcasteve ndryshe në vendin tonë. Faleminderit shumë. Njëkohësisht përveç se inxhinier elektrik, dua të përmend që je themeluesi i iTech Academy. Do ndalemi pak më vonë tek pjesa e biznesit, është sektori Xhulios ai. Kështu që për momentin, Azmer, ti vjen nga një udhtim disa ditor. Dje je kthyer, më duket. Pse po ikën? Për çfarë ikën në Gjermani? Unë kam qenë në një tur në Gjermani dhe në Holland, pasi kam qenë edhe kandidat në zgjedhjet e 11 majit në qarkun e Fierit, ku deri në moment fundit isha ngarë për të fituar mandatin, por votat nuk dolën dhe nuk e mora mandatin, dhe unë ndjej një detyrim moral ndaj të gjithë atyre të cilët mua më kanë votuar brenda vendit, por edhe nga diaspora. Madje shumë vota, pra në koalicionin tonë, në nismën tonë ose partin tonë politike, unë jam personi i dytë me i votuar nga diaspora. Pra ka marrë një numër të konsiderueshëm dhe vajta të jap dorën një pjesë të atyre të cilët më kanë thënë që më kanë votuar, më kanë mbështetur edhe publikisht dhe jo vetëm, për t'i dhënë dorën dhe për t'i thënë faleminderit, sepse sot është e vështirë të bësh 5 veta bashk, jo më të marrësh me qindra vota nga njerëz që kryesisht unë nuk i kam takuar kur më parë në jetën time. Dhe prandaj vajta ti takoj nga afër, do ta bëj dhe brenda vendit, sepse unë kam kandiduar në qarkun e Fierit, pra në myzeqe, se jam vetë myzeqar, ti them faleminderit, sepse duhet të tregoj një model ndryshe të politikës, të politikanëve, sepse ne jemi mësuar me politikanë që shfaqen një muaj para zgjedhjeve, marrin votat, marrin mandatin, bën deputet dhe zhduken. Ku janë sot këta? Pra unë kam një pyetje për qytetarët. Ku janë sot këta që dilnin para një muaj dhe i premtonin mrekullira qytetarëve në qytet, në fshate me radhë, kanë humbur nga qarkullimi. Mbase kanë marrë pushimet, nuk e di. Por përgjegjësia është pasi ti merr mandatin. Dhe për këtë arsye, unë kam zgjedhur që të jem pranë qytetarëve dhe të jem deputet në thonjza i popullit jashtë parlamentit. Sepse unë nuk do të tërhiqem nga kauza ime, sepse çdo kush që më ka dhënë votën ka besuar tek unë. Dhe dua që nesër edhe shumë të tjerë si puna ime, që janë teknicien, sa unë hyj tek pjesa e teknicienëve, të hyjnë politik dhe mos t'i duket e pamundur, sepse mua më thoshin para se të merrja vendimin që do kandidoja, inxhinier, është e vështirë politika, është e vështirë qarku i Fierit, nuk merr dot vota. Po ja që mora vota. Fitova, nuk fitova dot kësaj radhe. Mbase herës tjetër, duhet të punoj më shumë me veten dhe me qytetarët në mënyrë që të marrë votat e duhura që në mënyrë që t'i përfaqësoj. Por kjo do bëj që shumë të tjerë si puna ime do thonë, shiko se e provoje inxhinieri, ore dale se mori ca vota, i nuk që nga aq e vështirë sa e bëjnë këta që thonë politika e shepist, kur që nga politika e keqe, po pse zihen këta me njëri tjetrin që të hynë parlament, se tani ka diçka që nuk shkon këtu. Një mirënjohje ishte kjo, në formë mirënjohje për gjithë ata njerëzit që të kanë votuar edhe që kanë besuar dhe vazhdojnë akoma besojnë tek ti Azmer, sepse ti ke dhënë kontribut të çmuar, edhe pse në rrjetet sociale, edhe pse ke dhënë informacione pafund për njerëzit. Beson se kjo ka qenë një trampolin për t'ju afruar më shumë qytetarëve? Do ta ndaj në 2 pjesë. Sepse një pjesë nuk e di pjesën e Azmerit para medjave apo para rrjeteve sociale. Unë kam një aktivitet nga viti 2007 në Fier, pasi jam nga i qytet, kam lindur, jam rritur në atë zonë dhe kam punuar qysh i vogël, qysh fëmijë me pjesën e instalimeve elektrike. E kam nisur me instalimet elektrike dhe njerëzit më njohin. Më pas gjatë studimeve, se unë kam mbaruar studimet në Universitetin Politeknik të Tiranës për inxhinieri elektrike, edhe gjatë studimeve vazhdoja punoja, por midis Fierit dhe edhe Tiranës, dhe qytetarët më njohin atje. Por kjo njohja më e madhe tani, më gjerë se qyteti i Fierit, sepse qarku i Fierit ka 6 bashki. Pra unë jam votuar edhe në Patos, madje jam më i votuar në Patos. Pra një qytet që është afër. Kemi qytetin e Lushnjës, kemi Roskovecin, kemi Divjagën, kemi Mallakastrën. Patjetër, qasja që unë kam shkuar të qytetarët nëpërmjet rrjeteve sociale kanë ndikuar në njohjen time më të madhe të qytetarët. Sepse edhe politikanët e tjerë, kandidatët e tjerë, ata që fituan dhe ata që nuk fituan kanë bërë një gabim.
Si e shikoj unë, mbase unë nuk jam ekspert marketingu, po si e shikoj unë, mund të jem dhe gabim. Sepse janë qasur të qytetarët me metoda të viteve 2000 në vitin 2025. Me cilat janë këto metoda? Këto metoda me letra fletpalosje në përduar. Kjo është një formë që ti mund të bësh marketing, por mendoni ju se po t'ju ndaloj dikush në rrugë t'ju jap një fletpalosje dhe ti duke marrë atë fletpalosjen do ta ndryshosh mendimin për partinë që do votosh. Flasim drejt. Pjesa më e madhe mua vjen keq ta them, e kam kaluar edhe vetë këtë. Pra nuk lexojmë ne si popull. Ti ja jep fletpalosjen, ai mund ta shikojë merë hedh në kosh. Shikon figurat. Nuk lexon njëri program këtu deni. I duan gjërat sa më thjesht dhe ky është realiteti, na vjen mirë apo nuk na vjen mirë. Pra, dhe e vetmja formë marketingu produktive që e shikoj unë është t'i vesh qytetarëve në mënyrën më të thjeshtë, me anë një telefoni. Sepse në telefon unë mund t'i shkoj dhe atit që është në qytet, dhe atit që është në fshat, dhe atit që është çoban, dhe atit që është bujk, pra në mes të tokës që punon atje. Se janë në rrjetet sociale në të gjitha platformat. Dhe këtë unë bëra. Dhe po tjetër mu përkthyeti. A ishte e mjaftueshme? Mendoj që jo. Sepse më thonë sot shumë që shiko Azmer ke marrë vota, po nuk ja dole dot. Po, nuk ja dole. Madje unë nuk e pranoj krahasimin me kandidatët e partive tradicionale, PS dhe PD, se di pse. Sepse, nëse unë do isha kandidat me PS dhe PD, ta garantoj që da kisha shumë herë më të lehtë se sa me një forcë të re politike. Madje unë i sfidoj të gjithë ata që sot janë deputet. Nëse do dilnin të pavarur ose me forca të reja, ata nuk do ishin sot deputet. Edhe ata që kanë marrë nga 20.000 vota. Sepse ata e gjejnë rrugën më të shkurtër që të fitojnë duke u bërë pjesë e një partie tradicionale, sepse ne shqiptarët nuk votojmë individin, ne votojmë siglën. Pra në qargun e Fierit ai është i fiksuar do votojë Partinë Socialiste. Kandidati pa rëndësi ka, mund të jetë idiot. Mund të jetë pa formim intelektual, se kemi, se s'duhet përmend emra, kemi të zgjedhur sot që do votojnë ligje për mua, për ty dhe për qytetarët. Do ngren kartonin atje. Pra, por janë deputetat. Dhe kjo duhet të ndryshoj, po kjo si ndryshohet? Nuk ndryshohet duke folur ne jemi ne më të mirë, jo absolutisht. Kjo ndryshohet nëse ndërgjegjësohen ata 5 veta, ata 5 intelektual që ka vendi të përfshihen politik. Sepse nuk mjafton me komente vetëm rrjetet sociale. Nuk ndryshon gjë. Edhe ne këtu, ne mund të ndërgjegjësojmë një pjesë të popullsisë, por ne nuk ndryshojmë dot fatet e vendit. Pra fjala jon është vetëm për ndërgjegjësim. Fjalën dhe veprimet i bën ai që zgjidhet në kuvend. Prandaj unë kandidova. Se unë flas për problematika. Por thjesht ndërgjegjësoj. A ka më fuqi sot të nxjerr një projekt ligj për sigurinë e fëmijëve tan nga kontakti me rrymën elektrike për shembull në parqet ku luajnë që janë telat zhveshur dhe rrugës? Absolutisht. Po të mbledhësh 20.000 firma se si është ajo? Shika, mund të mbledhësh 20.000 firma, duket një proces i lehtë, por ti mund ta depozitosh në kuvend dhe nuk e marrin as për shqyrtim. Se nuk i detyron dot. Fakt një rrugëtim i ri ky, por interesant, ku njeriu mëson, forcohet më shumë se patjetër. Absolutisht çdo gjë vazhdon. Asgjë nuk është ndërprerë. Unë të ndalem pak tek mbështetja jote më e madhe, familja. Sado që vllai yt Saidi nuk do të dalë nëpër media, unë nuk do rri dot pa e përmendur. Di që ai është mbështetja jote. Patjetër, shiko, shumë e drejtë në fakt. Saidi më kanë ndihmuar edhe gjatë fushatës. Ndihmë do ta ndaj në 2 pjesë. Ndihmë marketingu në rrjetet sociale, pasi më kanë mbështetur. Eksakt. Më kanë mbështetur si vëlla, pra me plot kuptimin e fjalës, sepse Saidit nuk i pëlqen politika, nuk është pjesë fare e politikës, pra është një qytetar që mundohet të përhapi pozitivitet në formën e tij dhe të bëjë opozitë në formën e tij. Por në politikë nuk e ndjen, nuk e shikon të arsyeshme që të jetë, sepse mjafton njëri nga ne tjetë. Dhe më kam mbështetur. Por, duhet ta them edhe një gjë tjetër, Saidi më ka mbështetur edhe fizikisht. Gjatë numërimit votave, unë kam qenë Fier Vëzhgus, Saidi ka qenë Lushi. Pra ka qenë 3 ditë pa shkëputje, thjesht për të mbështetur Azmerin. Sepse ne jemi një forcë e re politike dhe mbështetjen më të madhe e kemi te njerëzit që ne njohim, që janë familjarë, që janë të afërm, të cilët
na gjenden pranë, sepse jemi në fillim të rrugtimit politik. Pra ne nuk kemi as kapital, nuk kemi as kapital njerëzor, pra që të kemi 20-30 veta aty që vinë mbas nesh, sepse gënjejnë veten, po ta themi këtë. Dhe jam jashtëzakonisht në borxh, le të themi, për kohën që ka shpenzuar për të më dhënë një dorë. Dhe shpresoj që dhe unë të ardhmen sigurisht. Në fakt, unë prej vitesh personalisht ju ndjek në rrjetet sociale, më herët Saidin edhe më pas Azmerin, dhe e di shumë mirë se ajo dashuria vllazërore që sot ka humbur dhe që unë dua ta theksoj, ju jeni shembulli mëshirimi më i mirë i asaj. Pra dhe prandaj doja t'u ndalja më shumë se sa tek ndihma, tek ajo dashuria vllazërore që sot për fat keq ka humbur. Jona, unë diskutoj shpeshherë me Saidin, po dhe me miq të afërt, në fakt, nëse ti hyn në biznes ose hap një biznes të vogël, po nëse dhe rasti im që hyn politik dhe ti hecën me idenë që të gjithë njerëzit që ti njeh, shoqëria apo të afërmit, rrethi pak më i gjerë, fare fisi, do vinë, do blejnë biznesi jot apo do të mbështesin ty në politik, e ke nisur gabim. Pra e ke nisur gabim. Unë kam vënë re që të paktën gjatë fushatës elektorale, që mbështetjen më të madhe Azmeri e ka marrë nga njerëz të cilët i njeh virtualisht, sesa nga njerëz të cilët kam pasur edhe kontakte, edhe i kam ndihmuar, sepse njerëzit janë pragmatistë. Pra janë shumë pragmatistë dhe shikojnë, le të themi, e shikojnë në dy aspekte. Pra një pjesë thot shiko se ky do përfitoj nga vota ime, se aq e kanë atë pjesën e intelektit, dhe pjesa tjetër thot shiko se u bëti ky, thot, po ky elektricist do bëhet deputet. Pra se mbajnë mend atë Azmerin kur kam qenë 13 vjeç, që edhe në punë shkoja në kem dhe kisha një trast, le të themi, një çantë vjetër aty me veglat e punës që ndihmoja babain tim. Pra sepse jam rritur në fshat, bashkë edhe me Saidin shpeshherë, dhe mblidhim ato 5 lekë për të shkuar në shkollë, sepse unë jam rritur në një familje thjesht, vetëm babai ka qenë punë elektricist, mamaja shtëpiake, dhe imagjino në një fshat të Fierit ku shpeshherë ato prodhimet që edhe mbillte mamaja atje, as nuk shiteshin. Dhe një pjesë e qytetarëve në vend që ta vlerësoj këtë, duan modelin e deputetit që i vete me makinë 40.000 euro, që i vete me kostum, që i mashtron. Sa ajo që unë kam bërë, është që kur takoja qytetarët në qarkun tim, ku unë kandidoja, më thoshin, inxhinier, po ti çfarë do bësh? Vetëm një gjë i thoja, mbase është gabim në marketing, por unë ky jam. I thoja që do jem një zë i fortë për ju në parlament. Madje një pjesë unë e shikoja sikur mërziteshin, sepse prisnin ti thoja që do t'ju gjej punë për fëmijët, do t'ju bëjnë një rrugë, në ujë, në një gjë, si janë mësuar, dhe kur i thoja këtë, sikur i dhnoheshin pak. Tani unë nuk e bëhet dot që ti mashtroja, si u mashtruan një pjesë. Sot e kanë kuptuar një pjesë. U mashtruan përsëri. Azmer, ne jemi popull që harrojmë shumë shpejt. Ke shumë të drejtë dhe unë kam merak që edhe pas 4 vitesh ne do harrojmë gjithë këto gjëra, se u than do falen gjobat. Po u vun gjobat, pra. Jo, doli drejtori tatimeve. Tha e keni keq kuptuar. Nuk ka falje gjobash. Pra vetëm ca gjoba makinësh. Po ne e harrojmë këtë. U tha nga kryeministri Rama që pensioni, minimumi nuk do ketë pension në 200 euro. Do ta shikojmë, do ta mbaj fjalën apo jo. Po kam përshtypje që do çdoj. Tha një gjë tjetër, që e morin fakt nga ne, e kopjoj. Tha që do bëjmë shkollat me drek për fëmijët. Besoj se e keni parë. Dhe unë jam shumë mos besues që kjo do ndodhi. Ja, do ta shohim. Ne do ta shohim, unë shpresoj të ndodhi se ne kemi fëmijë. Po, pikërisht pra. Neve na intereson si qytetar, se ne prandaj e kishim dhe ne pikë programin se duam që të ndodhi. Pra, ka mundësi të na i vjedhë ato ti bëj, le ti bëj, se janë në fund ditës për qytetarë. Për qytetarë, po të neve mbeten. Unë mund të them shumë mirë dhe kjo është arsye pse është hap ky podcast, që mua më pëlqen shumë të ftoj dhe të kem komunikim me modelet e suksesit. Edhe përshkrimi që ti sapo bëre për fillimet e tua është shumë drejt, mund ta them, dhe nuk leje kundërshtim. Azmer, ti je një model suksesi për shoqërinë tonë. Shiko, një model suksesi është fjalë shumë e madhe, por unë mundohem pikë pari me aq mundësi sa kam, të
të mundohem të edhe frymëzoj pak të ngjashmit si punë ime. Prej disa kohësh, prej shumë kohësh, ju merreni në mënyrë intensive me të rinjt. I mësoni ata në akademinë tuaj, iTech Academy, dhe dua të di përveç pjesës së profesionit që ju i jepni atyre, i dhuroni atyre sepse nesër atyre u hapen shumë dyer nga profesioni që marrin. Duke qenë kontakt vazhdueshëm me të rinjt, si mendon, a ka të rinj që duan ende të qëndrojnë në Shqipërinë tonë të dashur? Kjo është një pyetje e vështirë me plot kuptimin e plot fjalës. Fatkeqësisht, në 10 veta që mua më vijnë për trajnime afatshkurtra profesionale, 7 deri në 8 të rinj vinë bëjnë këto trajnime me synimin e vetëm për të shkuar në Gjermani ose në vendet e tjera evropiane. Sepse këtu është krijuar një klimë që të rinjt nuk e gjejnë më veten për shkak të pagave, jo vetëm pagave, por edhe kushteve në punë. Dhe nuk ka mekanizma sot që ti detyrojmë ose ti mbajmë, nuk flas me zor, ti joshim që të rrinë në vend. Dhe unë e kam thënë shpeshherë me të qeshur edhe në ato videot e mia, që si po ikin mjekët dhe infermierët, që kanë ikur tashme shumë, po ndodh edhe një eksod i heshtur i profesionistëve të lirë, i elektricistëve, hidraulikëve, atyre punëtorëve të gipsit, pllakaxhinjve, po na i merr Europa. Dhe nuk i mbajmë dot, do vi një moment, nuk do jetë e largët, që më e vështirë do jetë të gjesh një marangos kur të prishet ajo dera dhe do presësh me javë që të vi radha të marrësh shërbimin, sesa të gjesh një jurist apo një ekonomist të diplomuar nga universitetet në vendin tonë. Dhe kjo është një fatkeqësi jashtëzakonisht shumë e madhe që do të na ndodhi ne. Pra ne nxjerrim të rinj të talentuar në vendin tonë dhe fatkeqësisht do vi momenti do t'i zëvendësojmë këta me emigrant nga Bangladeshi dhe nga India. Kanë filluar të vinë. Kanë filluar, por besoj do jenë akoma më të shumt në të ardhmen. Me që jemi të politika, Azmer, nëse politika do të ishte një qark i shkurtër dhe ti si inxhinier elektrik mund të bëje dot një modifikim, a do i hiqje ndonjë kablo, a do fikje çelësin fare, a nuk e di çfarë do të bëje. Ma bëj një modifikim kështu në mënyrë figurative të kësaj politike. Normalisht politika, nëse do ta krahasoj me qarqet elektrike, po me ato qarqet elektrike të para viteve 90 që nuk ishin asnjë lloj mbrojtje, unë kur jam përballë këtyre qarqeve në profesionin tim, sugjeroj që të bëhen edhe një herë nga e para. Dhe gjë e parë, veprimi i parë që ne bëjmë kur ndërhyjmë për të ndryshuar një qark, e nisim nga aja, nga koka. Ulim automatin kryesor. Ulim automatin kryesor. Mund të duket e vështirë, por është më thjesht se sa ne mendojmë nëse të gjithë ne thyejmë atë frikën dhe bëhemi njerëz guximtar, sepse kjo jetë është e guximtarëve. Nëse ne do guxojmë sot, do ja dalim nesër për fëmijët tanë. Nëse ne do heshtim sot, ju garantoj që edhe fëmijët tanë do jenë në rastin më të mirë si ne, në rastin më të keq do na flasin nga jashtë vendit dhe do t'i takojmë një herë në vit. Viktimat realitetit. Azmer, faleminderit që morë pjesë në podcast, është kënaqësi të kem. Falenderoj. Do e nis direkt me një pyetje për biznesin. Sa e lehtë apo e vështirë është për me bë një biznes në Shqipëri? Nisi për marrë të vogël. Shiko, nuk është as e lehtë, por nuk është as e vështirë. Tani, do ta ndajmë pak biznesi vogël, biznes familjar apo biznesi madh. Për sa i përket biznesit vogël, kryesisht kur janë sipërmarrje të vogla ose shërbime, pra nëse ti ofron një shërbim, është më e lehtë për të hapur biznes. Pse? Sepse ti je i dedikuar vetë, nuk është se ke orar, punon për veten tënde, ka ato vështirësitë e kohës, raportit, familje, punë gjitha me radhë, por është më e lehtë.
Përsa i përket bizneseve familjare që kryesisht janë dyqane, mund të jenë supermarkete, kjo është, le të themi, ose janë biznese që marrin një rrogë sa për mos të punuar tek tjetri. Madje po të smuresh 1 muaj apo 2 muaj mos të punosh, ti ngel pa të ardhura në funditës. Kurse për bizneset e mëdha, unë them është e vështirë në vendin ton, sepse këtu funksionon me njohje, pra nuk mund të qash dot, nuk mund ta marrësh dot një tender, nuk mund të marrësh një projekt pa të referuar dikush dhe është shumë e vështirë. Është e pamundur, jo. Mbase ka njerëz që i bëjnë çdo gjë për të arritur këto, por ka edhe nga ata që thot më mirë pak edhe me djercën e ballit sesa të marr fonde, tendera në mënyrë jo të drejtë. Por e gjitha varet nga personi i cili hap biznesin ose merr iniciativën. Ti the pak më përpara që ke punuar edhe për kompani tjera, por ke edhe kompaninë tone. A është e vërtetë ajo që thonë që pronari punon më pak se sa punëtori? Do ta ndajmë pak. Pra, sot është më thjesht të punosh për dikë tjetër, sepse në fund ditës ti mbaron atë orarin e punës që ka rënë dakord dhe veten shpitende. Por të ardhurat që merr janë të paktë. Dhe ti bëj çfarë të duash, mund të rritet me 50.000 lekë apo 100.000 lekë rroga, por ajo nuk ta ndryshon cilësinë e jetesës. Në momentin që ti hap biznes, procesin ose periudhën e kohës nuk duhet ta mendosh me orar. Pra mund të punosh 8 orë, mund të punosh 12 ose më shumë. Se në fund ditës punon për veten tënde. Por këtu tani ka një ndryshim shumë të madh. Që nëse ti punon fort dhe shumë orë, ti merr më shumë lekë. Ti mund të punosh tek ai biznesi shumë orë, por në fund ditës ti këto nuk të përkthehen në të ardhurat. Pra, kur ti punon si punësuar apo për veten tënde, më mirë puno për veten tënde se fund ditës marrë më shumë lekë. Dhe unë i them të gjithë të rinjve, të atyre që e shikojnë se kjo është edhe çështje koncepti, se e shikon, se jo të gjithë janë të prirur drejt biznesit, se s'do bëhemi të gjithë biznesmen. Se dhe ai që ka biznes do disa të punësuar. Ka nga ata që duan rehatin. Në momentin që ti do rehatin, ti do ta pranosh atë pagën, mund të bësh edhe një punë të dytë ose edhe jo. Pra është zgjedhje personale, se kur dikush pranon të marrë atë rrogën, mund të jetë i punësuar në shtet, në administratë ose edhe në privat. Merr atë rrogën dhe mbas dite ka kohë për familjen. Ndërkohë që ai që ka atë dyqanin ose atë punishten aty, ai është në punë. Pra është raport, varet gjithë secili e shikon dhe gjykon vetë në fund të ditës. Është si ajo shpreha, sipërmarrësit janë vetmit njerëz që refuzojnë me punu 8 orë për dikë tjetër dhe punojnë 24 orë për veten. Tamam, pra është shumë e drejtë. Ti ke disa vite që ke një akademi, edhe i ofron njerëzve trajnime për me marrë një profesion. Sa kohë i duhet, sepse shoh shumë sipërmarrës që mendojnë që do bëhen milionera për 3 muaj, për 6 muaj, sidomos rinia. Sa kohë i duhet mesatërisht një biznesi që ta stabilizohet ose të fillojë të gjenerojë fitim? Tani unë po marr rastin tim. Normalisht kur hap një biznes, paktën vitin e parë, ti do bësh planin e biznesit të mbash veten gjallë që të mos dështosh. Sepse shumica e bizneseve dështojnë qysh në vitin e parë ose muajt e parë. Pse se presin sa e hapin atë biznesin, qoftë shërbime, qoftë aktivitete të ndryshme. Unë që kam filluar që të gjeneroj fitime, në biznesin tim, është pas vitit parë. A kam pasur unë momente ku e kam menduar dështimin? Po, plot. Pra kam pasur periudha, sepse unë kam hapur biznesin pas pandemisë. Pra ku njerëzit nuk e dinin çfarë do ndodhte. Kishte këto problemet, le të themi, do heci, nuk do heci, do ketë punë apo nuk do ketë punë, por e vendosa me veten time, tani thash dvej ku dvej, unë i hyra kësaj, po rezistoj edhe pak dhe konsistenca. Pra dhe konsistenca, por do të them një të vërtet madhe në fakt për biznesin në Shqipëri. Që të kesh sukses në Shqipëri në biznes, duhet të rrish vetë punës tënde te koka. Nuk hecën dot në biznes në Shqipëri vetëm me të punësuar. Dhe unë që si sipërmarrës apo si pronar të rri nga shtëpia apo nga kafja dhe të them që shiko se kam biznes edhe pse nuk po hecën biznesi, kjo është gabim. Pra nuk hecën dot. Pra duhet të jesh i dedikuar. Unë
jam vetë të puna ime nga mëngjesi në darkë. Pse? Sepse po e ngre dhe e kam lidhur deri diku me fytyrën time. Dhe këtë ja rekomandoj të gjithëve. Pra nëse doni sukses, duhet të dedikoheni personalisht. Pra nëse ti mendon se ke 5 lekë, po hap një biznes, po marr 3-4 veta në punë dhe do bësh namin, do bësh milioner, në vjen keq, po e ke kuptuar gabim. Kuptoj. E përmende që pronari duhet jetë fytyra dhe figura e parë, lideri i biznesit. Unë shikoj që ti bën shumë video edukuese në rrjetet sociale. Pra ti ke dalë i pari, e ke dhënë shembullin i pari, edhe sigurisht që pastaj edhe pjesa e kompanisë ndjek shembullin e leadershipit. Sa i rëndësishëm është për ty personalisht dhe sa i rëndësishëm është për një biznes të ketë një brand personal, një figurë edhe pastaj një marketing? Shiko, Giulia, kemi problem shumë të madh me kompanitë në Shqipëri. Nuk investojnë te marketingu. Sot nëse ti ke një biznes dhe ti nuk e shfaq çfarë ti ofron, çfarë shërbimi, vjen keq, po ti afër dështimit. Se ti mund të kesh një produkt shumë të mirë, një shërbim shumë të mirë, por njerëzit sot janë tërditën telefon. Ti duhet i vesh qytetarëve. Dhe këtu është gabimi që bën shumë kompani. Por un kam dhe një sugjerim, dakord, un kam ngritur atë brandin, imazhin tim, pra deri diku më ka ecur, po ka dhe shumë të tjerë që e kanë provuar si un, po kanë dështuar. Dhe nuk do të thotë që ti do t'i bësh edhe marketingun vet. Pra duhet marrësh dikë që merr vesh më shumë se ty zot. Un kam pas dhe fatin kanë ndihmuar dhe Saidi vllai, që ta them drejtën. Mos bëj si i zgjuar dhe shkat shumë. Kanë ndihmuar Saidi, po të tjerë që nuk e kanë një vlla si Saidi. Pra duhet merren me profesionistë, sepse sot nuk ka investim të gabuar në marketing. Nuk është lek i humbur marketingu. Çdo lek që ti jep sot të kthehet nesër në shitje dhe në më shumë punë. Dhe nëse nuk e kuptojmë këtë, ne jemi shumë mbrapa në biznes. Dhe prandaj unë çdo ditë mundohem edhe me ato videot që bëj, që ti vete qytetarëve pranë, duke rritur emrin tim, emrin e kompanisë time. Dhe këtë duhet ta bëjnë të gjithë. Pra, por me sa duket, le të themi, një pjesë e kompanive nuk e ndjekin këtë metodë dhe pastaj ankohen pse nuk kanë shitje, pse nuk kanë punë dhe i vën kyçin biznesit. A duhet i kemi se s'bën videot super profesionale me agjencie me gjitha, apo mjafton të jemi konsistent dhe çdo ditë te ekrani? Them drejtën, unë këtu kam 2 telefona. Po jap shembullin tim. Më përpara kam pas një Xiaomi, se nuk jam shumë i fiksuar mbas këtyre brandëve. I bëja videot me këtë. Nuk më hesnin shumë. Tha Saidi, nëse po blejnë telefon tha cilësore burtase. Të del ajo shumë dobët figura. I bëja pa mikrofon. Nuk më hesnin videot në fillimet e mia. Mora një telefon me një kamerë më cilësore. Bleva dhe një mikrofon pak profesional, videot po më hesnin shumë. Nëse do bëheshin këto videot që bëj unë me content, ja si i keni juja, me mikrofona profesional, kamera shumë të mira, ju garantoj që do kisha rezultat shumë herë më të madh. Prandaj, ato kompani që duan të hyjnë marketing, për mendimin tim, se jo të gjithë kanë aftësi të bëjnë me telefon dhe mikrofon se dështon ashtu, do dhe kod, do editimi, do titra, do koha, që ti vesh klientit potencial, unë do i sugjeroja të më mirë të ndajnë një buxhet nga biznesi i tyre, si shpenzim, për një agjensi marketingu, por agjensi marketingu serioze dhe me njerëz profesionist, sepse do t'i rezultoj në më shumë punë dhe në një marketing më të mirë për biznesin dhe për veten e tyre. Të kuptoj. A mund ta marketosh edhe mund ta shesësh një produkt që nuk është aq i mirë me marketing shumë të mirë? Shika, unë jam i mendimit që produkti duhet të jetë i mirë dhe marketingu t'i shkoj nga pas. Se ti mund bësh një marketing shumë të mirë dhe nëse shërbimi dhe produkti është i dobët, sa do shesësh? 1, 2, 3, po pastaj klienti nuk e blen, nuk i rikthehet me. Ama nëse produkti është i mirë dhe marketingu i mirë, ai klient që bleu një herë do vi përsëri. Sepse marketingu më i mirë është shërbimi i mirë dhe referenca. Pra nëse ti blen një produkt te një X dyqan dhe i thua miqve, shokëve, shiko se ai dyqan ka produkt mirë, këta janë klient të përfituar indirekt nga marketingu i herës parë. Dhe
Prandaj duhet një marketing i fortë, me produkt të mirë dhe në këtë lloj forme rritet klientel. Paktën kështu e shikoj unë. Super. Si e komenton shprehjen punë ka, por nuk ka profesionist në Shqipëri? Shikoj, para se të vija këtu isha në kafe me një mikun tim nga Gjermania që e kam pasur kolegin në Gjermani. Dhe ma tha këtë shprehje. Në diskutime sipër në kafe, thash, po si ike në Gjermani? Para se të ikte në Gjermani, ka qenë shok klase. Ishte mbaruar masterin dhe punon të shitës në një dyqan. Tha, ika, tha, sepse çdo ditë para dyqanit ku punoja, tha, kanë qenë, nuk e di nëse i mban mend, në për këto stacionet e autobusave një reklam nga qeveria Rama njishin atko, thoshte që pun ka, po s'ka profesionist. Ndërkohë që ky me master shkencor, në automatizim industrie, që është niveli më i lartë në vështrimin tim në fushën e inxhinierisë elektrike, aplikonte për punë, nuk e merrnin sepse thoshin kusht kaprur nga partia. Pra, kjo shprehje ka punë, nuk ka profesionist, mua më duket mashtrim shumë i madh sepse edhe sot ke shumë të rinj që janë shumë taft në punën që bëjnë, por nuk e ka babin apo mamin me njohje politike, por e ka njëri thjesht qytetar thjesht këtij vendi dhe nuk duhet ta ketë në një vend normal, se për këtë po luftojmë gjithë. Sot nuk punojnë në profesionin e tyre. Pra, duhet bëhen patronazhist, duhet bëhen servil partije, të gjitha me radhë. Dhe unë e them me bindjen shumë të plotë këtë. Shqiptarët janë profesionistë shumë të mirë. Janë shumë të mirë, por në Shqipëri i vritet shpresa dhe pengohen. Pse shqiptarët shkëlqejnë kudo në Europë dhe në botë? Sepse garojnë të barabartë me kolegët e tyre gjerman, holandez, italian dhe ja dalin. Kurse këtu te ne, në momentin që ti nisesh në start, të vën shkopin në rrota. Pse? Sepse këtu është ngritur sistemi që duhet të shërbesh partisë, të mbledhësh vota në mënyrë që të hecësh para në karrierë dhe prandaj ikin të rinjt. Dhe këtu ka profesionist, por nuk ka punë. Nëse do ishe ministri i ekonomisë ose i sipërmarrjes, cilat do ishin reformat e para që do kishe marrë? Tani, reforma e parë që duhet bërë për çdo të ri duhet mbështetje financiare. Dhe duhen gjetur mekanizmat që të rinjt të investojnë në biznes. Sepse ne kemi një ministri sot. Jepen edhe startupe. Po kush i merr këto startupe? Le ta provojnë të rinjt të aplikojnë me projekte reale, të realizueshme. Po nuk patën njohje në ministri, e marrin dot? Zero shanse. Pra ne duhet japim çdo të riu mundësinë dhe meritokracinë. Ai që e meriton le ta marrë, vllai im të konkuroj. Nëse nuk e meriton, nuk i takon dhe nuk duhet ta marrë. Pra nëse ne nuk e ngrem këtë sistem, nuk realizojmë dot gjë. Pra duhet mbështetje. Pra duhet mbështetje dhe e dyta përjashtim për taksat. Sepse kjo ndikon edhe në mundësinë të bërit biznes. Pra duhet që të rinjt, të paktën në një moshë të caktuar, që hapin biznes, duhet përjashtohen për një afat të caktuar kohor nga taksat. Sepse kjo është një frymarrje, se si e thash më herët që do një farë periudhë që të marrësh veten biznes, nëse ti përjashtohesh nga taksat, ti e ke më të lehtë dhe absolutisht kur marrin të tjerë në punë, kryesisht të rinj bizneset, pra ka shumë biznese që janë të vogla që duan të rriten, nuk marrin punonjës të rinj dhe të kualifikuar për shkak të pagave të larta, sepse sa më lart paga, më shumë pagon kontributet. Dhe këtu tani duhet ripar ligji që nëse ti merr 5 të rinj nga universiteti, supozojmë, që janë të talentuar, përjashtoj këta të rinj paktën 2 vitet e para nga detyrimet që kompania do paguaj për këta. Dhe ajo shprehja, pyetja që bëre pak më herët, pra punë ka po s'ka profesionist, nëse aplikohet kjo, po, do gjenden profesionistët. Sepse nuk ikën një i ri, le të themi, të eksperimentojë jashtë vendit, se ka shumë që ikin edhe pa patur një kontratë pune, pa patur një punë. Thonë dali ç'a dali, pranojnë çfarë do lloj pune, vetëm të gjejnë një punë për të mbajtur veten dhe familjen. Nëse do aplikohet kjo te bizneset, unë ju garantoj që këta profesionistë do punsohen këtu. Super. Nëse do kishe 1 milion euro buxhet për me hap një biznes, cilët do ishin 3 sektorët më të preferuar për në Shqipëri? Tani, duke qenë se unë jam inxhinier, do qëndrohet te ndërtimi, pra te pjesa e ndërtimit dhe te rikonstruksionet.
pse të rikonstruksione, sepse shumica e pallateve dhe banesave në Shqipëri janë para viteve 90. Dhe do vi një moment që të gjithë këta që i kanë këto pallate të vjetra do të bëjnë ndërhyrje, po ndërhyrje cilësore. Por këtu tani duhet të kemi një rregullim të akteve ligjore që ta rregullojnë sistemin. E dyta do ishte turizmi. Pra do ishte turizmi, sepse turizmi ka potencial jashtëzakonisht shumë të madh në vendin tonë. Duam apo nuk duam, numri i turistëve është shtuar dhe këtu duhet të përmirësohet ose të vetë rregullohet tregu, sepse shërbimet, më vjen keq ta them, por shpeshherë lënë për dëshiruar. Pra ne kemi turistë që vinë gjenerojnë, se vinë me lekë ata, nuk vinë pa lekë, por shërbimi që ne i japim është i viteve 90 akoma. Dhe këtu duhet ndryshim. Dhe treta, në real estate. Unë shpeshherë kam këto kritikat e mia ndaj sektorit të real estate, si funksionon, por është e ardhmja. Pra duam apo nuk duam, vlera e pronave në vendin ton është rritur dhe këtu ka hapësira për të investuar. Kam një gjuhë se janë dhënë më shumë se 100 leje për kulla në Tiranë, vetëm në Tiranë. A mendon se është gjë mirë apo e keqe? Duke marrë parasysh pjesën e punësimit, se gjithë këto kulla do kenë shumë profesione. Vetëm një pyetje ose dy, prandaj në dy pjesë këta. Pare punës 100 kulla, ne nuk kemi asetet njerëzore me punëtorë sot. Kush do t'i ndërtoj? I bie që këto kompani do importojnë punonjës nga Bangladeshi dhe nga India dhe nga Nepali. Pra i bie që nuk do punësohen shqiptarët e pare punës. E dyta, shqetësimi im është këto 100 kulla, por kush do i blej këto ndërtesa, sepse vazhdon metri aty 2.000 euro, 3.000 euro, 5.000 euro. Dhe kam përshtypjen që do selektohen edhe qytetarët që do jetojnë apo do punojnë dhe do ushtrojnë aktivitetin në këto ambiente. Pra, nuk mendoj se ne jemi gati, nuk jam kundër kullave, pra le të ketë, por 100 kulla më duket pak e egzageruar, pra për një vend si Shqipëria, me buxhetet që ka çdo familje shqiptare, se nuk besoj se ka njeri që mund të suportojë. Pra flas njerëz të thjeshtë, nuk flas nga ata që marrin tendera. Pra flas për qytetarë të ndershëm të Republikës së Shqipërisë, që mund të blejnë 1 metër katror me 2.000 euro apo 3.000 euro. Pra paktën mua personalisht më duket e egzageruar. Sipërmarrës lind apo bëhesh? Unë nuk besoj se lind sipërmarrës bëhesh. Se dhe ata thonë lind sipërmarrës mund të ketë pas babaj në biznesmen dhe ka pas gjerat gati dhe thot kam lindur i tillë jo. Pra sipërmarrës bëhesh. Dhe sipërmarrës flasim sipërmarrës me drejtësia. Po. Pra që e nis nga zero dhe ja arrin dhe ja del vetë në jetë. Nuk po flasim sipërmarrësit apo biznesmenët shqiptar ku shumica janë bërë gabimisht. Pse them janë bërë gabimisht? Po kanë pasur njohjet e duhura, në kohën e duhur. Pra kur kanë hapur një biznes nuk e dinin fare pa plan biznesi, dhe këtu bjem dakord, shumica e bizneseve të mëdha në Shqipëri kur e kanë hapur fillimisht, thjesht i kanë ecur për inerci, pa plan biznesi, pa ditur ku do i çojë ardhmja e gjitha me radhë, dhe njohjet politike i kanë bërë që të rriten dhe të bëhen, le të themi, thonjza këta oligarkët e mëdhenj. Pra, për të bërë sipërmarrës i suksesshëm do punë dhe do konsistencë në atë që ti bën. Do dhe guxim. Pse them do guxim? Se nëse ti nuk guxon që të bëhesh i madh, ti nuk e për të bërë kurrë i madh, po do rrish në atë rehatin tënde, në atë zonë e komfortit, thuaja mirë, po marr 5 lekë, më mjaftojnë kaq sa gjeneroj në muaj dhe për të marrë atë hapin e madh, pra po nuk guxove, është shumë e vështirë që të hecesh. Ti i përmende disa virtyte, po themi, ose karakteristika, pra guximin, këto që the, po çfarë aftësish atëherë nëse sipërmarrës bëhesh? Çfarë aftësish duhet të zhvilloj unë për të bërë sipërmarrës i suksesshëm? Tani e para punës ti duhet bësh punën që ti njeh më së miri. Pra, një pjesë e qytetarëve hapin biznes, pra që nuk ja kanë idenë si funksionon ai biznes. Nëse ti nuk e di, unë për shembull jam inxhinier, unë mund të hap një restorant nesër, po nuk e kam haberin, nuk e di si funksionon restoranti. Dhe probabiliteti që unë të kem sukses është shumë i vogël. Nëse unë hap një kompani elektrike, jam i bindur që probabiliteti që unë të kem sukses është shumë i madh, sepse është fusha që unë njoh më së miri.
Dhe një pjesë ç'a bëjnë shqiptarët kryesisht kur kanë lek, hapin lokale. Pse? Ose i duket gjë më e thjeshtë, aty hedh ato lek, bën investimin, po e hap aty në një zonë që nuk ka lëvizje, pra hap në një zonë ku janë 10 lokale të tjera dhe probabiliteti që ky do të dështojë shumë i madh. Pra përveç se nëse ka hapur për të pastrim parash. Pra nëse ti do hapësh një biznes, do marrësh një sipërmarrje, ti duhet të jesh i bindur që ajo që ti do bësh kërkohet nga tregu, nga vendi, nga zona ku ti je. Nëse kjo nuk kërkohet, më vjen keq, po ti ku do gjesh klientët funditës. Pra, duhet bërë një plan biznesi dhe studim tregu për çfarë ka nevojë sot vendi jon. Dhe kjo është vetëm mënyrë që mund të kesh sukses. Shikoj që bën shumë kontent edukues edhe me vlera në rrjetet sociale. Sa vështirë ishte për me ecë përpara me kontent edukues, duke di që në Shqipëri më shumë ecë një lloj kontenti tjetër, pak më mediocre po themi. Normalisht me kontent edukues nuk është e lehtë të kesh sukses, por kjo do konsistencë, sepse ka shumë si jemi ne që vërtet duan të dëgjojnë diçka me vlerë, se jo të gjithë shkojnë mbas, le të themi, antivlerave që shfaqen për ditë sot në rrjetet sociale, sepse ato shesin. Pra dhe algoritmi duket sikur ato i nxjerr më shumë sepse ato kërkojnë njerëzit. Se mendojnë njerëzit thonë pse më dalin mua këto, po ti ato kërkon zotri. Ti atyre jep like, ti atyre kur e hap algoritmi, koha që ti shpenzon duke i parë është më e madhe. Por kjo nuk do të thotë që ne që mundohemi të japim diçka ndryshe, të bëjmë mbrapa. Unë suksesin dhe rritjen e shikueshmërisë në rrjetet sociale e kam pasur afërsisht pas 50-70 videove të para. Por për të qenë brenda duhen llogaritur 100 video. Pra 100 video, pra minimumi një video në ditë. Sepse fillimisht venin 100 shikime, 200, në 1000, ka që ishte mesatari. Kurse sot kanë video që në vend dhe 300.000 dhe 1 milion dhe 20.000, por nuk më bie 90.000 shikime. Pra organik flas. Pra ka qytetarë që i duan këto. Ka nga ata që nuk i duan, por ne duhet të jemi alternativë. Pra në mënyrë që të bëjmë atë punën tonë, detyrën tonë. Pra pastaj janë qytetarët, na pëlqejnë apo jo. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet të bëhemi një lloj si këta tjerë. Kuptoj. Kush do ishte Azmeri pa rrjetet sociale? Edhe pa impaktin në jetën edhe në biznesin e tij? Unë do isha po ky që jam, se kështu kam qenë edhe para se qytetarët më njihnin dhe për këtë jam më se i bindur, pra tek unë nuk ka ndryshuar asgjë, se më njohin, është fakt, qytetarët, më njohin njerëzit, qoftë në rrugë, qoftë kudo, por unë ky jam. Ai që isha edhe para se të isha pjesë e botës, le të themi, mediatike. Se përveç rrjeteve sociale janë prezente edhe në media, por kjo nuk ndryshon tek unë asgjë. Pra unë ky jam. Pra bëj punën time, çoj mëngjes fëmijët në kopësht në çerdhe, merrem me aktivitetin tim, mundohem të takoj 5 shok edhe 2 miq për mos të humbur ato kontaktet dhe vazhdoj punën time. Pra po një lloj, por vetëm do kisha një ndryshim. Sot un kam zë dhe zëri im shpeshherë edhe dëgjohet. Pra me denoncimet ose me shqetësimet që unë ngre, që i prek një pjesë mirë të qytetarëve, nëse nuk do isha ky, ai zëri im do ngelte vetëm te kafja mes shokëve dhe miqve të mi, si e kam pasur para se të zgjidhja të kisha zë publik. Pra ky është ndryshimi i vetëm që kam unë sot me atë që isha para se të isha prezent në rrjetet sociale në vendin tonë. Azmer, unë si një sipërmarrës i ri, mendoj që jam shumë mirë të punu të pa punën teme, edhe mendoj që nuk mund të bëj ndryshimin politik. A mendon se unë duhet t'i vë pak prioritet ose një vëmendje politikës, apo të vazhdoj të shoh punën teme edhe të bëj ndryshimin me ato pak klientët e mi? Kjo është thënie tipike që mua më ka shoqëruar gjatë fushatës time elektorale. Giulio, ti mund të kesh xhiro të biznesi jot, mund të kesh sukses, dhe thua që më duhet më politika, unë rregull jam. Zotri, nëse ti nuk merresh sot me politikë, do merret nesër politika me ty. Sepse kur politika vendos që biznesin e vogël do ta tatoj 25%, çfarë ndodh me planin tënd biznesit? Sepse këtu administrata shtetërore ose kryesisht tatimet
i ndryshojmë politikat fiskale çdo 6 muaj. Më thuaj në çfarë vendi të botës ndodh kjo, sepse planet e biznesit minimum janë 1 vit deri në 2 vite. Pra të suksesshëm. Ty nëse të ndryshon politika fiskale, ti do bësh rikalkulime, por në rikalkulime i bie do rrisësh çmimin e shërbimeve, do rrisësh çmimin e produktit. Por ndërkohë që ti e rrit se pret ato kuponat e të gjitha detyrimet financiare, konkurrenti jot nuk i pret këto. Ai del i fituar, ti del me humbje dhe ti dështon. Prandaj, të gjitha ata që kanë biznes dhe mendojnë se thot ç'na duhet në politika, herët apo vonë do dalin te fjala ime, pra do merret politika me ta, me rritjen e taksave, me gjobat, me ndryshimin e politikave fiskale të gjitha me radhë. Pra, në vetvete politika nuk është gjë e keqe, se këtu te ne shitet si gjë e keqe. Pra, politika çfarë është fundit? Është aktivizëm për përmirësimin e jetës, punës edhe shoqërisë. Por mënyra si është këtu te ne është bërë e tillë që ata që mendojnë ndryshe dhe duan të avancojnë të mos e marrin si hap dhe të vazhdojnë po këta që janë. Azmer, ne vim nga 2, si më thënë, aspektet ndryshme të biznesit. Unë marrë me shërbime online, ndërsa ti marrësh me zanat, si quhet, me profesion fizik. A mund të bash një test mirë me një zanat në Shqipëni? Me zanat do jetosh. Do i aplotësosh kushtet fëmijëve tu, familjes tënde, por nuk bëhesh i pasur. Kurse me punën tënde, se ne jemi në botën e teknologjisë, mbase mund të jetë shpejt akoma për Shqipërinë, por do vi momenti që çdo gjë po shkon online. Pra mund të fitosh 500 euro në muaj, po mund të fitosh edhe 5000 euro në muaj. Si ka shumë të rinj që punojnë nga shtëpia, nga kompjuteri dhe gjenerojnë të ardhura shumë të larta. Kurse tek zanati im, unë sa që është dhe koha fizike, aq mund të bëj, nuk mund të dal jashtë kohës fizike. Pra merr një X fitim të caktuar. Pra jeton mirë, por nuk bëhesh i pasur me zanat në Shqipëri. Vetëm në rastin besoj nëse bën një skuadër, pastaj aty është nivel tjetër. Është nivel tjetër. Pastaj kalojmë tek bizneset, sipërmarrjet e mesme në vendin tonë. Të kuptova. Kam vënë re që ti trajnon shumë të rinj kryesisht për me marr profesion elektricist, besoj. Patjetër. Sa kohë duhet një të riu për me marr një profesion të tillë? Tani, unë do ta ndaj pak këtë se patjetër ka shumë të rinj që marrin profesion, por në fakt nga statistikat që unë kam, mosha mesatare atyre që më vijnë për trajnim janë mbi 30. Okej. E di pse? Sepse shumica e atyre që vinë në fakt janë elektricist, por e kanë zanatin me të vjedhur. Pra e ka punuar në Itali, në Greqi kryesisht, por edhe në Gjermani, dhe këtu te ne mbi zotrona e thënie zanati vidhe, që është gabim, është absurd në vështrimin tim, nuk mund ta vjedhësh zanatin. Pra zanati mësohet. Dhe pjesa më e madhe atyre që vinë është për forcuar njohuritë që ata kanë. Dhe ti marrin si duhet, sipas rregullave, në mënyrë që të jenë edhe konkurrues edhe me tregun në Shqipëri, por edhe nëse e shikojnë përsëri veten e tyre jashtë vendit si emigrant. Tani për të marrë profesion si fillestar, varet e para njerë nga aftësia dhe dëshira e gjithë secilit. Ka nga ata që e marrin për një kohë për disa muaj, ka nga ata që mund t'i duhen vite. Madje kryesisht kur më vinë të rinj, zakonisht vinë me familjarët, o me maman ose me babain. Dhe gjë e parë që i them, se unë fund ditës biznese kam dhe lek dua, i them t'i bëj disa pyetje djalit, dhe pyetja e parë që i bëj i them, ke ardhur vet apo të ka prur babai? Për të marrë këtë zanat, të elektricistit, programusit, se janë edhe këto shërbime dhe tjera. Ka nga ata që thonë, po e kam e qef vetë, qysh i vogël e dua, ky unë e projektoj që po të punohet, ka të ardhme dhe mund të heci. Ka nga ata që thotë, shikon, se kam e shumë qef këte, po më ka prur babi se thotë ka punë. Dhe unë i sugjeroj, i them, shiko, gjej një profesion tjetër se nuk je për këte. Pra mund të shpenzosh 5 lek, por edhe kohën mbi të gjitha, që ta ndjekësh, se do vish. Pra ka një farë periudhë që ta ndjekësh. Pra, edhe ata prindër, që unë e kuptoj, duan të japin një zanat fëmijës dhe shumë mirë bëjnë, por edhe ti pyesin pak. Sidomos baballarët, flasin me djemtë e tyre. Pra, se nuk mjafton vetëm shiko merr një zanati po të çojnë në shkollë. Por e do këtë apo jo? Se bën makinë nuk e do një diçka tjetër. Pra, nëse
zanatet ti e do atë punë që bën, ti do kesh sukses. Nëse ti nuk e ke me qef, vjen keq, po nuk do hecësh dhe do dështosh. Të kuptova. A mund të më shpjegosh pak lutem çfarë bëni specifikisht te akademia juaj? Çfarë profesionesh merren? Ja ta shpjegoj unë shkurtimisht. Në mënyra se si unë i bëj trajnimet, i bëj duke e përshtatur me realitetin dhe tregun e punës. Nuk bëj ato trajnime tradicionale me literaturë të viteve 90, se jemi në 2025. Dhe fatkeqësisht dhe fatkeqësi e shkollave publike dhe universiteteve, po duhesh në vendin ton, është në vitin 2025, vazhdon me kurrikula të viteve 2000 akoma, apo mos edhe më larg. Mënyra se si unë e kam qasjen tek kursi instalimeve elektrike, programimit smart home-it, PLC-ve, kamerave, sistemeve të alarmit, e kam thelbin te praktika. Dhe konkretisht, përveç pjesës praktike lidhjeve, çelsa, priza, automat, tokzim, aparatet e gjitha me radhë, një gjë tjetër që unë jam mësoj studentëve që nuk e bën njëri tjetër, dhe kjo është plus që unë e kam, është leximi ose i mësoj studentët, kursantët të lexojnë projektet elektrike. Sepse në botë jashtë, ti mund të jesh elektricist shumë i mirë, por nëse ty t'jepet një projekt dhe ti nuk di ta lexosh, vjen keq, po do përfundosh ndihmës. Por edhe këtu në Tiranë sidomos, punohet me projekte, me skema. Dhe kjo është gjëja e parë. Gjëja tjetër që unë i mësoj studentëve të mi është edhe preventiva, nxjerrja totale e listës materialeve, se disi ndodh të rëndom. Nga që nuk din këto që unë po them, një pjesë e teknikëve, lidhet me një dyqan lagje aty, do bësh ti shtëpinë, instalimet. Vjen merr me hamendje ca materiale dhe thot, po mu deshëm prap, vi të marr prap, po mora tepër, vi t'i kthej mbrapsht, e le faturën e hapur, po kjo nuk është serioze, sepse gjë e parë që të kërkon një klient, kërkon një preventiv, ku ti do fusësh materiale, do fusësh dhe koston, hakun tënd punës, sa lek do t'i marrësh. Pse? Se që t'japi punën ty e ta garantoj ka pyetur dhe 2-3 tjerë. Dhe nëse ti nuk di ti bësh këto, ti humbet punën zotëri, sa thot një pjesë nuk marr punë. Po s'ke si të marrësh punë kur ti nuk je serioz në atë që ti ofron. Dhe duhet të jesh konkurrues me të tjerë. Pra duhet të jesh një hap para. Dhe këto janë ato që duhet ti di një i ri sot. Se nëse nuk i di këto nuk mjafton, se një çelës, një prizë automat mekanikisht mund t'i mësoni dhe në vende tjera, ka dhe tjerë që i bëjmë, por këto që unë ja ofroj janë ekstra që do t'i shërbejnë më shumë, në thonjza, edhe se pjesa praktike që do bëjnë nesër në terren. Kuptova. Disa pyetje të shkurtra dhe të shpejta, lidhe me pjesën elektrike. Për shembull, kjo pyetja tipike, a duhet ta fikim boilerin ose Aristoni, siç e thoni ju nga veriu. Po, Aristoni. Kur bëjmë dush. Shiko, nëse nuk i ke instalime në rregull dhe ti nuk je i sigurt që i ke instalimet e duhura, fike. Nëse ti ke të testuara nga një profesionist, pra çdo gjë është në rregull, nuk ka asnjë arsye për ta fikur. Se në asnjë vend botës nuk fiket. Por e thash, këtu te ne kur ti nuk i di i ke në rregull, më mirë fike zotëri dhe lau pa merak dhe ndize prap. Okej. Kur ka vetetima, a duhet të heqim gjanat nga priza? Nuk ka nevojë të hiqen gjërat, por duhet vendosur një pajisje që quhet SPD Surge Protection Device, që kushton rreth 40.000 lekë vjetra dhe je i mbrojtur, se mund mos jesh në shtëpi ti dhe bie vetetima dhe digjen prap. Pra duhet të kthejmë syt nga koha dhe nga teknologjia. Për shembull karikusat që i lejmë prizë, por nuk është duke karikuar një telefon për shembull. A është problem të i lejmë në prizë? Nëse është karikus origjinal dhe në rregull, nuk ka asnjë lloj problemi, por nëse blen karikus nga 2.000 lekë apo 3.000 lekë vjetra, që janë kryesisht kinez fatkeqësisht, më mirë hiqe se ka pasur raste nga dhenat e zjarrfikseve ku edhe pa qenë përdorim janë nxehur, pra nga komponentët e lirë dhe të dobët dhe kanë marrë flak. Pra mund të jetë perdi aty, divani dhe në këtë lloj forme shkakton zjarr. Çfarë veprimesh elektrike nuk duhet i bëj kategorikisht vetë? Për shembull, një ndrim llampe mund ta bëj vetë. Tani me thënë drejtën, nëse ti nuk ke njohuri fare teknike, e mira është mos fut duart fare. Pra merr një profesionist, pagoj ato 5 lekë dhe ti je në rregull. Pra kjo është, le të themi, këshilla që un kam për ata qytetarë që mendojnë se din shumë gjëra, por në fakt nga pjesa elektrike mund mos kenë njohuri fare. Më mirë, lere vëlla, merr atë që është për atë punë. Më ka thënë një zërë fix, edhe më ka shoku përgjigja, por du me të pyet ty si profesionist, sa vënën një dhomë për me u djegë?
Bëhet fjalë me sekonda. Pra, sa hape mbyll syt nga shkëndija elektrike, mund të digjet një ambient dhe duke qenë se ke divan, perde gjitha dhe këto kanë sfungjer dhe sfungjeri kur digjet, ti mund t'i hedhësh ujë nuk e se fiket, hapet. Pra, është shumë e vërtet që pun minutash. Pun minuta, sekondash e quajmë. A ka shenja paralajmërimi që sistemi jon elektrik i shtëpisë po paraqet një rrezik? Tani, gjë e parë që qytetarët duhet të kenë kujdes, shpesh herë ndjehet ajo era e kallçukut e kabullit të djegur. Se shumica mund të kenë dhe shtëpi të vjetra private, kryesisht janë problem që mund të jenë me çati, kanë kabull të lartë në çati. Dhe nëse ti e ndjen këtë, duhet patjetër ta zbulosh ku është. Por një problem shumë i madh që e kanë shumë qytetarë është që ato automatët që kanë në shtëpi i kanë më të mëdhenj se sa duhet. Pra, automati është pikërisht për të mbrojtur linjën nga mbi ngarkesë. Dhe këtu te ne këta teknikët që e kanë zanatin me të vjedhur, thonë vere më të madh ta kesh. Dhe ai o digjet kabulli, digjet linja, ndërkohë që automati nuk bie se lejon më shumë rrym. Dhe kjo është gabim jashtëzakonisht shumë i madh dhe fatal që nëse ndonjëri e ka në shtëpi duhet ta ndrroj patjetër. Nëse unë si një qytetar thjesht kam një problematik elektrike në shtëpi, a më përgjigjesh në Instagram apo jo? Kjo është pyetje në fakt që ose pyetje të tilla mua më vijnë shumë. Pra po të hap rrjetet e mia sociale tani. Një nga platformat, ja tregoj në kohë reale sa mesazhe më vijnë mua në ditë. Këtu është vetëm TikTok. Si a banova. Pra janë 390 mesazhe. Qytetarë që pyesin probleme të ndryshme. Unë mundohem t'i kthej përgjigje kryesisht atyre që janë me emër mbi emër real. Që t'jemi drejt. Pse? Sepse unë nëse është profil falso, nuk humbas kose, ka dhe kot që pyesin kot. Pra të paktën minimumi ai që është me emër me mbi emër, unë mundohem në kohën time të lirë t'i jap përgjigje. Por unë kam një këshill se nuk mundem unë unë të tregova vetëm TikTok kam 390 mesazhe. Po Instagrami, po Facebooku. Duhet, nëse kanë problematik, zotëri merr një teknik, pagoj ato 20.000 lek, 30.000 lek, sepse bëhet fjalë për sigurinë e familjes tënde, për sigurinë e biznesit tënd, për sigurinë e familjes, fëmijëve të gjithë dhe me radhë, se ka dhe nga ata që i kanë telat të zhveshur në shtëpi, nuk i kushtojnë rëndësi, se ne kemi një gjë shumë gabim si popull. Ne reagojmë vetëm kur na ndodh një fatkeqësi neve apo te dikush që ne e njohim personalisht. Nëse i ndodh dikujt në lagje u dojtë shtëpia, themi gjyna. Pa harrojmë në ditën tjetër që ne jemi potencial që të na ndodhi dhe neve. Pra dhe kjo është gabim. Pra, nëse ti ke dyshime që nuk i ken rregull pjesën elektrike impjantin, kontaktojnë profesionist, jepi 5 lekë dhe hiqe këtë merak. Okej. Trajnimi jot si inxhinier, elementësia, edhe mënyra se si zgjidh problemet. Sa të kanë ndihmuar me ndërtu biznesin? Kanë ndihmuar patjetër. Absolutisht, po, sepse nuk mundet dot dikush tjetër se kanë dhe një gabim fakt, edhe kur hapin, edhe kurset ngjashme apo shkolla, ti nuk je i kësaj fushë. Nëse nuk je i kësaj fushë, më vjen keq po do të dështosh. Pra duhet ti ta njohësh, ta dish çfarë do ai klienti potencial. Unë e di çfarë duan klientin. Unë e marr vesh një profesionist, 5 minuta muhabet teknik, sa di ai. Një lloj si mund ta kuptosh ti në profesionin tënd dikën tjetër. Pra nuk dua më shumë, 5 minuta, diskutim teknik. E marr vesh sa ka njohuri dhe për çfarë ka nevojë për tu përmirësuar. Dhe këtë duhet ta bëjnë të gjithë. Në mënyrë që të kenë sukses. Pra, absolutisht, formimi im inxhinieri ka ndikuar, por mbi të gjitha ka ndikuar eksperjenca praktike. Sepse sot fatkeqësisht un kam kolegë që janë inxhinier, po janë inxhinier për zyra, për letra. Në shtëpitë e tyre nuk ndrojnë një çelës, një prizë dot. Pse? Sepse nuk i kanë dhënë rëndësi pjesës praktike. Un kam një thënie time, e kam timen. Për të qenë një inxhinier i mirë, pikë pari duhet të jesh një herë teknik i mirë. Pra duhet të kapësh një edhe matrapikun, edhe pincat, dhe kaçavidën, dhe aparatet mac. Pastaj kalo te pjesa e inxhinierit. Pra duhet jenë të ndërthurura të dyja. Kam një pyetje që e bëj gjithëve.
Cili është mesazhi jot për një të ri që ka një formim jashtë shtetit, ka një shkollim, ka një profesion, aftësi, skills, a do i baje thirrje me u kthy në Shqipëri apo jo? Patjetër. Unë jam vetë i kthyer, pra nga emigrimi kam ardhur në Shqipëri, por kam një këshill në fakt që mbase se ka dhënë njëri tjetër këtë. Dhe shpresoj të jemi pari. Para se të vish në Shqipëri, ti që je i ri, që je duke punuar jashtë, mos i mbyll mundësitë dhe dritaret që ose punën, mos e lër aty ku je. Hajde një herë në Shqipëri, merr një muaj leje, 2 javë leje, hajde provoje, shikoje realitetin dhe nëse e gjen veten, kthehu. Sepse ka shumë të rinj që lënë çdo gjë, nga malli, nga familja e shumë e radh, vinë këtu, investojnë lek, nuk bëjnë studim tregu, këto që ne tham më sipër, dhe dështojnë, humbasin lek dhe gjëja e parë që bëjnë presin biletën dhe ikin prapë jashtë. Njoh personalisht me 100 raste. Hajde, shikoje, nëse e gjen veten, investo dhe shumë mirë bën që vjen. Por me kujdes, mos i mbyll mundësitë ose mos e lër punën aty ku je. Pra kjo është këshilla që un kam për të gjithë ata të rinj që sot janë jashtë vendit, janë duke na dëgjuar, por kanë dëshirën e madhe për të ardhur në atë. Pra, ti shikoj në mënyrë racionale dhe jo me emocion të gjithë veprimet që do të ndërmarrin për veten e tyre dhe për familjen e tyre. Super. Kam vure që je besimtar. A ke një shprehje ose një mësim që të shoqëron gjatë gjithë kohës? Janë 2 në fakt. Ajeti ose fjala e parë e Zotit në Kur'an është ikra, lexo, studio. Dhe unë lexoj dhe studioj edhe sot. Sepse nëse do rria, si ka ndetur një pjesë e kolegëve të mi, thjesht me informacionet që ka marrë në universitet, vjen keq, po nuk do dija 5 gjëra sa di sot. Pra, sepse jemi në një botë, në një kohë ku teknologjia po ecën, edhe fusha inxhinierike po ecën. Dhe duhet gjatë gjithë kohës të jesh i integruar, pra të ndjekësh risit. Dhe kjo është një gjë që unë e bëj vazhdimisht me veten time. Por përveç leximit teknik, kam filluar kohën e fundit po lexoj pak dhe filozofi, sepse e dua për pjesën politike, pra për pjesën e përmirësimit të leksikut. Dhe një thënie e dytë fetare që duhet ta them këtë, Zoti thot, kërkoje furnizimin të jap. Sepse një pjesë nuk mjafton të jesh besimtar i mirë, se ti mund të jesh besimtar i mirë me Zotin, por kjo është lidhje vertikale. Ne duhet ta kërkojmë furnizimin, qoftë duke punuar, duke studiuar, duke guxuar në forma horizontale. Sepse neve na intereson si qenie njerëzore që ti kemi mirë edhe marrëdhëniet horizontale me njerëzit. Se mua nuk më hyn në xhep dhe ty nuk të hyn në xhep nëse unë besoj apo jo. Apo ja, është personale. Por mua më hyn në xhep dhe më intereson se si sillesh ti nëse je komshiu im, nëse më le plerat e dera apo i hedh te koshi. Apo sillesh me qytetari, apo je, le të themi në këtë kaosin që shpesh herë përballen qytetarët. Pra, duhet edhe besimin ne ta kemi me këmbë tokë dhe të realizueshëm, dhe jo ta kemi si disa që e marrin gabimisht. A ke një rregull personal që nuk e thën kurrë? Rregull personal që nuk e thyej kurrë është familje. Është familje. Pra mbi familje nuk vë asgjë. Kohë që duhet të shpenzoj me fëmijët e mi, e kam të panegociueshme. Pra, çdo gjë nuk më është asgjë tjetër, as fama, as pushteti, as pasuria, vetëm koha që kaloj me fëmijët e mi, sepse vitet ikin. Unë sot kam 5 lek, nesër mund të kem 50 apo 100, mund të 10 fishoj, 20 fishoj, ama koha, fëmijëria e fëmijëve të mi nuk kthehet mbas dhe mund të jetë vonë nesër kur unë mund të kem më shumë lek, pra do ta kem humbur atë lidhjen me fëmijët e mi. Dhe duhet të ketë një balans në marrëdhënien e prindit me fëmijën, sidomos babai me djalin, se vajza është pak më ndryshe me maman, e kanë lidhjen, sepse sot babai duhet jetë ai që të flasi me djemt, se nuk mjafton bën një gabim këtu te ne shumë të madh, edhe miqtë e mi, unë ja them shpesh,
japin djemve kur i kanë adoleshent lek, japin makinën, nuk ka nevojë për atë. Ka nevojë për prezencën e babait në shtëpi. Shtylla e shtëpisë. Unë sot kur shkoj në fshat te prindrit e mi, kur vjen baba im, hyn nder unë çohem kem. Pra, e kam të ngulitur dhe shenjë respektit. Pra, sepse kështu jemi rritur. Dhe kjo është tradita në funditës e shqiptarëve. Pra, kjo është tradita jonë. Ku i kemi në traditën sot? Pra, kemi fëmijë që nuk i kërcet fare që po vjen babai. Flet me babain si flet me një shok rruge. Kjo është tradita e shqiptarit? Kjo është ajo që kanë luftuar të parët tanë? Pra, duhet, përveç përmirësimit dhe avancimit teknologjik, duhet mos të harrojmë dhe traditat. Duhet jemi me kem tokë, të respektojmë babën, të respektojmë gjyshin, të respektojmë maman, vllajën e gjithë me radhë. Dhe këtu, shoqëria jonë fatkeqësisht po çedon dhe po shkon në regres. Jena mas 5 viteve. Je duke ecë të rruga Durrësit, atë ko të shaf shpesh. Kush është Azmiri mas 5 viteve? Tani, shpresoj se i kam vënë vetes dhe një detyrë, besoj është e fundit kjo, që unë kam angazhim politik. Në 2029 do jenë zgjedhjet e radhës. Pra jemi në rregull brenda 5 vjeçarit që them. Shpresoj që të jem përfaqësuesi i qytetarëve për 5 gjëra që unë di në mënyrë që të ndikoj në përmirësimin e jetës së zgjedhësve të mi, por edhe të vendit. Patjetër në përmirësimin e asaj që unë di të bëj më mirë, se unë nuk jam nga ta që të them, okay, do përmirësoj unë shëndetësinë, jo, se nuk e njoh. Nuk mund ta përmirësoj bujqësinë, se nuk e njoh. Por pjesën që unë përfaqësoj, pjesën energjetike, pjesën teknike, besoj se di 2 gjëra që mund të përmirësohen dhe shpresoj shumë që qytetarët në 2029 ta ndryshojnë pak mendsinë dhe të jenë më të hapur dhe të dalin nga ato kornizat, le të themi tradicionale të partive politike që kanë votuar këto 35 vite. Super. Pra ne thosh 5 vite se 4 vite zgjidhesh ke edhe 1 vit që ke bati që. Azmer, të falenderoj shumë nga zemra që ishe këtu. Faleminderit për ftesën dhe është një kënaqësi dhe unë ju uroj sukses dhe të vazhdoni sa më shumë në këto videot që në mendimin tim këto janë edukuese për të rinjtë e vendit ton, por jo vetëm, edhe për prindrit e tyre. Super. Ky është edhe misioni jonë në fakt, të përcellim vlera. Vlera dhe një dritare shprese, një pasqyrë për me tregu njerëzit që janë sot të ndërtu Shqipërinë, sepse është një realitet, një në anë e realitetit. Shumë faleminderit, jemi mirëpritën kur do herë.